أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Të dhe të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e madhërisëm e falënderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falënderohet. Allahun e madhërisëm e falënderojmë për të gjitha dhuntit dhe begatit që madhëria e tij vazhdimisht me to na gëzon dhe na begaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahut Dhul Xhelal, i cili është një parivar dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhërisëm e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe sinqert, dhe me gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Të dashur të pranishëm, jemi akoma në rrëfimet kuranore mbi pejgambert e Allahut Dhul Xhelal. Konkretisht flasim për Salihun alayhis salam dhe ballafaqimin e tij me popullin e vet në prizmën e ajeteve nga sura An-Naml. Sura An-Naml nga ajeti 45 deri në ajetin 53 flet për këtë ballafaqim që kishte Salihu alayhis salam me popullin e vet. Dhe na kemi kalu disa pjesë duke i sqaruar këto ajete kuranore. Tani kemi ardhur te pjesa e mësimeve dhe porosive që dalin për këtyre ajeteve, dhe këtu kemi folë për disa prej tyre, që sot me lejen dhe ndihmën e Allahut Dhul Xhelal të vazhdojmë prej aty ku e kemi lënë në mësimin e kaluar. Allahu subhanahu wa taala, pasi që i përmendi disa momente të këtij ballafaqimit dhe ashpërsimit të situatës, tensionimit të situatës, ku populli i vet e therrën devën dhe mundoheshin me çdo kusht pengojnë angazhimin dhe aktivitetin e Salihut alayhis salam, dhe erdhi momenti që Allahu Dhul Xhelal t'i ndeshkon ata për këtë arrogancë, për këtë mendje madhësi dhe për këtë kundërshtim që ata ja bënin Salihut alayhis salam si pejgamber të Zotit, edhe thirrjes së Allahut të madhërisëm që të besohet vetëm një Zot i cili meriton çdo adhurim, i cili është krijuesi i qiejve dhe tokës, dhe i cili i ka të gjitha atributet e nevojshme për qenë i adhuruar nga njerëzit. Dhe sikurse edhe në ajetet e sureve tjera, po edhe në rrëfimet e pejgamberëve të tjerë, kur fillon edhe ashpërsohet ballafaqimi mes pejgamberit Zotit dhe popullit të vet, dhe shteren të gjitha mundësitë që i ka pejgamberi i Zotit për t'i ftuar ata në besim dhe për t'i sjell ata deri te besimi, atëherë ndërhyn Allahu i madhëshëm me fuqinë e tij dhe u jep mësimin e radhës, u jep mësimin e duhur, atë që ka ndodhur me çdo popull kriminal, me çdo popull zullumçar, me çdo popull jo besimtar, me çdo popull idhujtar, me çdo popull kryenet çka shimadhisë e tij subhanahu wa taala. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa dammarnahum wa qaumahum ajma'in, fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu." Ne i shkatruam ata dhe popullin e tyre ajma'in në përgjithësi, domthon edhe atë parin që e bënën komplotin ndaj Salihut alayhis salam dhe ndaj devës, që ishte shenja e tij, po edhe gjithë popullin
i cili ose heshtu arazi, ose i duartrokiste punës e këtyre kriminalve. Dhe për këtë temë folëm në 2 mësimet e kalume, se nuk ka të drejtë muslimani me ndet indiferent ka shit keqes. Por ai duhet me qenë aktiv në përkrahjen e të mirës dhe shtimin e saj dhe luftimin e të keqes, paksimin e asgjësimin e saj. Rrështimi i muslimani duhet me qenë i qartë, i dukshëm, mu dit ashiqare se është për vlerat e realta, e vërteta, dhe është kundër anti-vlerave, pa marrë parasysh se si njerëzit kanë fuqi me manipulu dhe me i tjetërsu gjatë shfaqjes ose shpalosis e tyre. Për i shkatruam ata dhe popujt e tyre, fetil ke bujutu më khawijetun bima dhalemu, e ngelen shtëpijet e tyre, bosh bima dhalemu, për shkak të zullumit që banë. Ulemat janë dalë në këtë pjesë të ajetit kuranor dhe kanë thonë kështu: Fattadmiru min asbabihi adh-dhulm, shkatrimi që i ndodh popujve të ndryshëm, perandorive, qytetërimeve të lashta, të fuqishme. I ndodh e shkaku i këtij shkatrimit zakonisht është zullumi. Andaj kur tha Allahu xhallahu bima zalamu, kjo shkronja b, bima, që na e përkthejmë për shkak. Gjuna arabe thuhet, nëse dojna me përkthy shkronjë për shkronje, i vjen me atë që bën zullum, me atë që bën zullum. Se bëja, do më në shkronja bë, i vjen me, bike me ty, bihi me atë, billah me Allahun, e kështu me radhë. Andaj, ulemat e tefsirit kanë thonë se shkronja bë bima dhalemu me atë që bën zullum është sebebije, tregon shkakun pse Allahu e shkatroi atë popull, për shkak të zullumit që bën ata. Gjithashtu ulemat e tefsirit kanë thonë zullumi është 2 nivele. I thënë gjuhën arabe mutaaddi wa lazim, kalimtar dhe jo kalimtar. Si folje në gjuhën shqipe, folje kalimtare dhe jo kalimtare. Edhe në gjuhën arabe njëjtë, ka zullum kalimtar dhe zullum jo kalimtar. Çka do më thonë kjo me përkthy në gjuhën tonë? Ma të thjesht, zullumi kalimtar është zullumin që ja bëjmë tjerëve. Do thot, akumulojmë atë vullnet për padrejtësi dhe e derdhim të tjetri. Kjo është zullum dhe tjerëve. E zullumi jo kalimtar është zullumin që ja bëjmë vetvetes. Edhe njerëzit, fatkeqësisht në shumicën e rasteve, janë mes këtyre 2 niveleve të zullumit. Ja ka fuqi edhe agresivitet e i bën zullum tjerëve, janë nuk ka fuqi edhe agresivitet e mjaftohet me i bën zullum vetvetes. Edhe andaj ajeti kuranor ku Allahu dhu xhelal e përmendi shkakun e sigurisë dhe udhëzimit, besimin në Allahun e Madhreshëm, si tha në surën An'am, tha alladhina amanu fa ayyul fariqayn ahqqu bil amni, cili prej 2 grupeve meritojnë siguri psikofizike. Tha Allahu dhu xhelal, kjo ishte gjithashtu debati Ibrahimit a.s. me idhujtarët në kohën e tij, fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn, cili prej 2 grupeve meriton sigurinë psikofizike. U përgjigj Allahu dhu xhelal tha alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ata që kanë besuar Allahun dhe besimin e tyre nuk e kanë vesh me petkun e padrejtësisë, atyre u takon siguria dhe ata janë të udhëzuarit.
Kur zbiti kjo ajet kuranor, sahabët që ishin aty te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëri prej tyre reagoi dhe tha, e kjo është shumë më rëndësishme me kuptu. E tha, "Wa ayyuna la yadhlimu nafsahu." E kush pineve si bën zullum vetvetes. E kush pineve si bën zullum vetvetes. Domethënë, njeriu i mençur vazhdimisht e ka të qartë se në shumicën e rasteve njeriu i bën zullum vetvetes. I bën padrejtësi. Cili është zullumi që e bën vetvetes? Ose e ngrit mbi pozitën që është, e bëhet arrogante me mendje madh. Ose e ul nga pozita e cilën është, e bëhet i nënshmum edhe i pavlerësuar. Si e para, ashtu edhe e dyta e nzullume. Se drejtësia, çka do të thonë, të vendosh çdo gjë në vendin meritor, në vendin e vet. E padrejtësia është e kundërt. Kur të vendosësh gjërat aty që nuk u takon, atëherë ke bëu padrejtësi. Andaj ulemat e tefsirit në këtë ajet kanë thonë se ky ajet është vërejtje për besimtarët dhe për njerëzit në përgjithësi, që të ruhen për të dyja llojeve të zullumit. Edhe zullumin ndaj vetvetes, po edhe zullumin ndaj tjerëve. Ashtu siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah, rujuni nga zullumi. Se zullumi është errësirë ditën e Kiametit. Ose atë që tha Allahu i Madhëshëm në hadithin Kursi, inna Allah harrama dhulma ala nafsihi fa ja'ala bainakum muharrama fala tadhalamu. Allahu ja bëri haram zullumin vetvetes, andaj va bëri haram edhe juve, e mos i bëni zullum njëri tjetrit. Subhanallahu, kur na flasin për zullumin, shpesh herë na mendojmë se është gjë e lehtë. Na me insistu me qenë të drejtë. Është lehtë, realisht është çështja më e rëndë që e ka njeriu në jetën e vet. Me qenë i drejtë me vetveten. M'ia dhon pozitën meritore. As me ngrit përmi nivelit që e ka, as me ul në nivelin që e ka. Këtë na që njihemi mes vete, shpesh herë e ngrisin veten më shumë se ç'e meritojmë. Flasim më shumë se punojmë. Rrejmë gjoks më shumë se kemi takat. Pretendojmë më shumë se që ka realitet kur flasim. Edhe ti e merr vesh se na njihemi, nuk është të njihemi sot e nesër, me vite, me dekada. Edhe shef se si njeriu, do egoja e tij, nefsi i tij dhe shejtani i mallkuar e ndihmon atë mu kallëzu ndryshe për asaj që është. Normalisht, kur e themi na këtë, e kemi parasysh se s'kemi nevojë as me nënshmuna vetveten. As kush me neve s'ka nevojë me ul veten në nivelin cilin e ka, qoftë në mejdanin e dijes, qoftë mejdanin e punës, qoftë mejdanin e zanatit, qoftë mejdanin e davetit, qoftë mejdanin e xhihadit, qoftë mejdanin e sadakas, çfarë do lloj mejdani. S'ka nevojë dikush me nënshmu veten e vet në nivelin që është, po as nuk kemi drejt na me ngrit përmi nivelit që e kemi. Për shkak se Islami insiston në drejtësi, e përmendëm në para disa derseve, pejgamberi thot Imam Ibn Kaimi rahimahullahu taala, për shkak se Allahu insiston në drejtësi, ja ka ndaluar muslimanëve me i qeth flokët në mënyrën el-qaza, që quhen gjuhën arabe. Çka është ajo? Me rujt këtë kokën rreth e përçark e nalt me lon flok. Pa mendo, për shkak se Allahu e ka ndaluar padrejtësinë të çdo gjëje, edhe kokës tonë me qethin e flokëve nuk i drejt me vë padrejtësi. E me lon flok dikon më shumë, e me hjek pjesën tjetër të rësisht. Kjo është kaza. E mos flasim pastaj drejtësinë e babas dhe fëmijëve vet. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, "Idilu baina auladikum." Jeni të drejtë ndaj fëmijëve tuaj. Jeni të drejtë ndaj fëmijëve tuaj. Në kujdesi që do të më tregue interesimin për të finansimin e tyre kështu me radhë. I drejtë ndaj gruas së vet,
i drejt ndaj punëtorëve të vet, i drejt ndaj gjithëve që ka jetë me to, qofshin më të fuqishëm apo më të dobët. E përmendna këtë pjesë, qofshin më të fuqishëm apo më të dobët, se zakonisht ne insistojmë në drejtësi me më të fortë. Pse? Pse s'na e qet na me tregue fuqi me ta. Ama kur kemi të bëjmë me më të dobët, atëherë na mashtron nefsi jonë edhe mundohemi me tregu çallomin ton, ose egon ton, ose mendje madhësinë ton dhe tyre. E për këtë shkak, ulemat me këtë sqarim që ka thonë e ka treguar se shkatrimi i jot, shkatrimi i familjes tone, shkatrimi i xhamatit tan, shkatrimi i organizatës tone, shkatrimi i partisë tone, shkatrimi i ministrisë tone, shkatrimi i komunës tone, shkatrimi i shtetit tan, ka me ardhë kur te keme përhapë zullumin sa që ma nuk ka hapësirë për me pas aty drejtësi. Andaj vë demërnahum vë kaumahum e gjmein, i shkatruam ata dhe popullin e tyre të rësisht, fetil ke bujut më khawije, e ngelen shtëpijat e tyre boshe, bima dhalemu me atë që ban zullum, është kërcënim i madh që se cili besimtar që e lexon këtë ajet në surën e Neml duhet me marrë këtë mesazh. Më urujt nga zullumi. Edhe zullumin ndaj vetes, edhe zullumin ndaj tjerëve, se nuk ja shef hajrin zullumit. Ortaki martakin e vet. Nëse fillon me bo zullum, nuk ja shef hajrin zullumit ti. Edhe ai zullumi i tij ka me qenë shkak më prish ai ortakri dhe me humba i bereqet. Shoku me shokun e vet. Nëse dikush bën zullum në shoqëninë e tyre, ajo shoqëni ka më prish edhe s'kan me apo hajrin, do thot zullumi që dikush për tyre e ka bë. Gjithashtu, ulemat kanë thonë, fetil ke bujutëm khawiyetum bima zalemu, jashtë shtëpijat e tyre kanë ngel bosh për shkak zullumit që kanë bë, me atë që bën zullum. Thënë ulemat, ky ajet është argument anë dhulme yurithu ahlehu al-halak. Se zullumi është shkaku kryesor e shkatrimit të një popullit. Wa yu'aqibu diyarahum al-kharab, dhe ja sjell shkatrimin vend banimit të tyre. Dhe historia e njerëzimit përgjithësi është dëshmia më e madhe për këtë. Gjitha perandoritë në botë, ato islame dhe ato jo islame, ato shumë të fuqishme dhe ato mesatare, shkatrimi i tyre a kanë qenë shumë ato, ndesh Greqia e lashtë, ndesh perandoria bizantine, ndesh perandoritë kineze të lashta, ndesh perandoritë e faraonëve në Egjiptin e lashtë, ndesh perandoria persiane, ndesh civilizimi i Inkave, domethënë në Amerikën Latine, kudo qoftë që ka pas perandori, që ka pas civilizim, që ka pas popull të fuqishëm, që kanë sundue teritoret të mëdhaja, ato janë shkatrue në momentin që ka dominu zullumi të ata. E tash, kur e jep Allahu dhugja dhe këtë mesazh se do ngelen shtëpijat e tyre boshe për shkak zullumit që bëjnë, na duhet me marrë mesazhin edhe me eduku vetveten, me eduku familjen tonë, me eduku fëmijët tonë me kundrejt. Dhe gjithë, edhe ndaj vetes edhe ndaj tjerëve. Normalisht ngelen shtëpijat boshe për shkak se Allahu i denoi ata me një britëm. Edhe ata vdiqën, do thotë duke ushtri trupi tyre për toke në këtë formë, andaj ngelen shtëpijat boshe për një sekond, për një moment. Mirë po, ne sot i kemi shtëpijat. Allahu na i ka dhonë. Edhe na e dënojmë vetveten me mungesë të diturisë dhe urtësisë. I lëm shtëpijat tona që për to kanë derdhë djerës edhe mund gjysherit tonë, baballarët tonë, edhe na, edhe e lëm atë dheun tonë, e lëm vendindjen tonë, i lëm shtëpijat tona boshe, edhe shkojmë perëndim. Edhe shkojmë lindje apo në perëndim, kudo që shkon, emigron, largohesh, bën hijrat nga vendindja jote, nga vatani jot, edhe shkon bohesh gurbetçar,
e bosh i huj në vend huj, duke menduar se jeta atje ka me sjell më shumë të mira, më shumë pasuri, më shumë rahatluk, më shumë siguri, më shumë mirëqenie kështu me radhë. Megjithse, ky mendim që zotëron fatkeqësisht dhe ka pushtu mendjet edhe zemrat e shumë të rive tonë, vazhdimisht dëshmohet e kundërta dhe demantohet me shembuj të shumë të atyre që shkojnë dhe pas një kohë të shkurt kthehen dhe shohin se këtë ajo që bëhet muhabet në për kafene qajtore nuk është tërësisht e saktë. Ka të vërteta, po ka të vërteta të përzjera me të pavërteta dhe kur shkojnë në teren dhe shohin se do thotë po aty mund të bësh pare, po duhet punosh 2 fishin e asaj që e punon këtu, e nëse punon 2 fishin e asaj që e punon këtu, edhe këtu bën pare sa bën atje. Si qoftë është e tmerrshme e pa kuptim të ajo që na sot e shohim sa e sa shtëpia të mëdha, të bukura, të forta, të lana bosh, për shkak se njerëzit do thot lipin jetë të rrahshme komode, lipin me shtu luksin, edhe boshatisin vatanë e tyre, edhe nuk kontribuojnë në ndërtimin e shtetit ku ata kanë obligim edhe përgjegjësi për me zhvillu jetën aty. Gjithashtu, ulemat të tefsirit kanë thonë edhe një sqarim shumë interesant. Kanë thonë, populli Salihut, populli Themut, as kishin të këqija tjera, ato e kishin kufrin, e kishin shirkun, e kishin fesatin, damet mloja që vëshin. Mirë po Allahu Dhu Xhelal nuk e përmendi të shkaku i shkatrimit tyre as kufrin, as shirkun, as fesadin, e përmendi zullumin. Se kufri dhe shirku, nëse është në një popull dhe ka drejtësi në atë popull, Allahu se shkatron. Për shembull Japonia. Nëse ata janë të drejtë me veten dhe me të tjerët, nuk e shkatron Allahu Dhu Xhelal. Siç ka qenë perëndimi mas luftës dytë botërore. I ka dhënë Allahu prosperitet. Edhe kjo është rregull. Do thotë Allahu i Madhreshëm nuk e shkatron popujt, civilizimet, qytetërimet, perandorit për shkak besimit apo mos besimit. Nuk i përkrah për shkak besimit dhe nuk i shkatron për shkak të mos besimit. Po shkatrimin e popujve e bën për shkak të drejtësisë ose mos drejtësisë. Nëse ka drejtësi, aty ka përkrahjen e Zotit, ku s'ka drejtësi, atë ka ndëshkimin e Allahut. Edhe ky sqarim që kanë dhënë ulemat të tefsirit në këtë ajet, na kthen te ai rregulli i artë, të cilin e ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu taala në shekullin e 7 Hijretit. Do në shekullin e 12-13, domethënë Gregorian, paramendo sa herët që Allahu e ndihmon një shtet të drejtë edhe nëse nuk është besimtar. Dhe Allahu nuk e ndihmon një shtet musliman nëse është i padrejtë. Do thotë ndihma dhe mos ndihma, përkrahja dhe shkatrimi nuk kanë të bëjnë me imanin edhe kufrin, por kanë të bëjnë me drejtësinë edhe me padrejtësinë. Edhe kjo ka ndodhur, edhe andaj edhe perandorit islame kanë rënë. Perandorit islame kanë qenë perandorit, do thotë në aspektin e besimit, do thotë perandorit më të pastërta. Mirë po, në momentin që ato kanë qeverisë me drejtësi, e kanë marrë dhenë, janë përhap. Në momentin që e kanë pas besimin, por u ka ik drejtësia, kanë rënë. Që ashtu kanë rënë perandoria e Mevite dhe pas saj e kanë marrë Abasitët. Ashtu kanë rënë perandoria Abasite dhe kanë marrë Selgjukët. Ashtu kanë rënë domethënë Selgjukët dhe janë trashëguar prej Osmanlive. Ashtu kanë rënë Osmanlit edhe sot muslimanë s'kanë perandorinë e tyre kurkon. Edhe shtetet muslimane sot që janë, në ato shtete ku shidin edhe i përcjell, aty ku ka ma shumë drejtësi, aty janë ma zhvillume. Edhe aty, do thot,
njeriu e shef vlerën e vet. Se si njeri, i huaj qoftë ase i vendit, edhe shtetet zullumçare, aty askush nuk ka vlerë. Se zullumi domthonë e hub vlerën reale të gjitha gjërave. As pasuria ka vlerë, as njeriu ka vlerë, as toka ka vlerë, as bagëtia ka vlerë, as gjë s'ka vlerë. Edhe andaj ndodhin zullume, ndodhin burgime, ndodhin burgosje, ndodhin vrasje, ndodhin lloj-lloj trazirash për shkak të padrejtisë që është aty. Ishte edhe kjo një moment shumë interesant për ta përmend që thanë ulemat në këtë ajet Allahu i Madhëshëm nuk e përdori as kufrin e tyre, nuk e përmendje as fesadin e tyre, por e përmendi zullumin e tyre, për me kuptu se një popull duhet mas besimit insistimi kryesor i tyre me insistu në drejtësi dhe më mbrojt nga padrejtësia. Ande kjo është, thot ulemat e tefsirit, kjo është kuptimi i asaj që transmetohet nga Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, i cili ka thonë: "Ejidu fi kitabillah anna dhulma yukharribu al-buyut." E kam gjetë në Kur'an se zullumi i shkatron shtëpijat, atë që thash pak më herët. Domethënë, ne kur folim për shoqërinë, me automatizëm duhet me nënkuptu edhe diçka që është pjesa më e vogël e një shoqërie. Ajo është familja, ajo është shtëpia. E thot Ibn Abbas radiallahu anhu, në Kur'an kam gjetë se zullumi i shkatron shtëpijat. Një shtëpi nuk ka mundësi me ecë përpara se ka zullum. Baba i bën zullum fëmijëve, vëllai i bën zullum vëllaut, vëllai i bën zullum motrës. Në kësi situata një familje që ka kësi lloj peripecish, ku secili mundohet me zullum mja marrë diçka tjetrit, ose me zullum mja dhon diçka që nuk është e vlefshme tjetrit, veç për me evidentu se i kom dhon diçka. Shumë shpejt vjen edhe shkatrohet ajo shtëpi. Edhe humbet bereqeti dhe humbet nami i asaj familje. Andaj thot Ibn Abbas radiallahu anhu, e kam gjetë në Kur'an se zullumi shkatron shtëpit, e pastaj lexoj ajetin kuranor ku Allah tha: "Fatilka buyutuhum khawiya bima zalamu." E ngelen shtëpijat e tyre boshe me atë që bën zullum, për shkak zullumit që bën. Dhe andaj besimtari i mençur është ai i cili e ka parasysh këtë fakt edhe lufton vazhdimisht që ta do thot inkuadron dhe instalon brenda tij vlerën e drejtësisë. Dhe të mundohet çdo grimës të padrejtësisë që gjendet tek ai ta pastron shpirtin e tij, mendjen e tij, zemrën e tij dhe jetën e tij nga padrejtësia. Gjithashtu ulemat të tefsirit kanë thonë në ajetin kuranor: "Fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu", dhe kështu ngelen shtëpijat e tyre boshe me atë që bën zullum ata. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin ya'lamun, en këtë ka argumente për ata që janë të ditur. Thënë ulemat të tefsirit, me këtë ajet Allahu Dhu Xhelal u jep përgjigje xehmitëve, një prej sekteve të kaluar në fillimin e Islamit, të cilët e mohonin shkakun dhe pasojën, e mohonin arsyeën në vendimet e Zotit. Sa ata thonin Zoti bën çka don pa kurrë fare arsye. Pse është i gjithfuqishëm dhe është i gjithdijshëm, s'ka nevojë me pas ndonjë arsye për me marrë ndonjë vendim Allahu Dhu Xhelal. Ulemat e ehli sunnet thonë jo. Allahu Dhu Xhelal po është i fuqishëm, i gjithfuqishëm, i gjithdijshëm, edhe s'ka nevojë kërkujt me dhon përgjigje për atë që bën. Sikur se thot Allahu në Kur'an: la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Allahu nuk jep llogari askujt për veprimet e veta. Përkundazi, njerëzit janë ata që japin llogari te Allahu xhelal. Mirë, po megjithatë, Allahu subhanahu wa taala vendimet e tij i ka bërë të urta. Dhe të gjitha vendimet e tij u ka dhënë arsye. Pse? Për me qenë të kuptueshme për njerëzimin. Megjithëse njerëzimi kur arrin në një stad të lartë të ubudiyetit, të qenurit rob i Allahu Dhu Xhelal, atij si intereson a e kupton arsyeën as e kupton. E kupton se vendimet e Allahut janë absolute dhe ato janë dominante, dhe i nështrohet vendimeve të tija, qofshin ato kozmologjike apo ato fetare.
Ama përderisa këtë bota nuk janë në një stat të imanit në këtë çështje, Allah i madhreshëm i ka bën veprimet e tija dhe vendimet e tija me arsye. Edhe këtë e ka shërun Kur'an, njëri për argumentet është kjo ajet që ne e flasim. Allah i shkatroi ata, wala shtëpia të bosh me arsye. Cila është arsyeja? Zullumi i tyre. Dhe atë që e shërum deri tash, sikurse një popull, një vend, edhe pse është jo besimtar, të insistojnë në drejtësi, Allahu për shkak të drejtësisë do i jepte zhvillim për parim. Ama s'ka iman, s'ka drejtësi, atë normalisht shkatrimi vjen. Se kemi na parimin base, për mos mu keq kuptu kjo këshilla jona, shtyllat e zhvillimit të një popullit, një shoqërie, një shteti, fillimisht janë dy, edhe ato kena më përmend pak më vonë. Është besimi në Allahun dhe devotshmëria. Këto janë shkaqet e zhvillimit edhe bereqetit. Ama nëse mungojnë këto dy shkaqe, atëherë drejtësia është para besimit. Sepse takvalloku është njëjtë prej barometrave kryesor që insistojnë të njeriu me u instalu vlera e drejtësisë. Prandaj ky ajet ulemat kanë thonë se është përgjigje adekuate për xehmitët, të cilët thëjnë se do thot vendimet e Allahut dhe veprimet e tija nuk kanë arsye edhe nuk ka nevojë na me hulumtu atë fakt. Kemi këtu edhe një sqarim shumë interesant se për këtë aspektit gjuhësor të këtyre ajeteve kuranore. Enna dammernahum, ne gjithsesi i shkatruam ata. Ka dy kirajete. Kirajete janë versionet e leximit të ajeteve të caktuara të Kuranit. Ku ajet lexohet në dy versione. Inna dammernahum me hemze, me kesrat e hemza, inna me i, domethënë. Dhe leximi i zakonshëm është enna dammernahum me fetha. Hemza e parë, elifi i parë është me fetha. Enna dammernahum. Shife inna dammernahum dhe enna dammernahum për neve shqiptarëve s'ka dallim. Është njëjtë. Një i apo një e, bile edhe kur me gabu në dhimin s'ka gale. Po kjo është e saktë. Në gjuhën arabe ka gale. Jo vetëm një e dhe një i, po shedde me i vnu, shedde të shtit. Për shembull nunin me lezu në, me dy nëja. Ose për shembull dalin me lezu me dy dhe. Për shembull sikur se këtu inna nuni është me të shtit. Dammerna mimi është me të shtit. Edhe me vnu të shtit ati ku s'ka ndron kuptimin. Edhe me ek të shtin ati ku ka ndron kuptimin. Dhe thot, gjdo shkronjë, gjdo zanore, gjdo bashkëtingëllore, që është në brenda ajeteve kuranore ka kuptimet e veta. Edhe andaj, nëse keni vërejt, kë keni shku të hoxhan me këtep, as kujt hoxha s'ja kalon as një ajet me gabime. Po të këthen 10 herë, 20 herë, 50 herë të njëjti ajet, dhe se athush të duhet. Pse sepse çdo shkronjë brenda ajetit nuk është rastësisht e vendosur aty. Por është vendosur me urdhën të Allahut xhelal dhe ashtu duhet me u këndu, mu lezu. E tani në disa ajete kemi në disa lexime. E pse janë disa lexime? Sepse secili lexim e jep një kuptim, e jep një mano. Edhe domthon e shton, e zgjeron kapacitetin e kuptimeve të atij ajeti kuranor. Edhe kjo është gjithashtu prej gjërave madhështore që i ka Kurani dhe që elhamdulillah na si musliman shqiptar në kohën e fundit jemi të begatuar, jemi të gëzuar dhe jemi të bekuar që fatmirësisht në mesin ton tani kemi më hafëzllar që përveç rivajetit të zakonshëm të leximit të Kuranit Hafsan Asim që është dominant në Ballkan edhe në shumicën e vendeve të lindjes mesme kemi hafëzlar që i din edhe kirajet e tjera, të gjitha. Edhe kjo është domthonjë një argument i zhvillimit pozitiv të jetës fetare në vendet tona. Allahu i madhreshëm ata i shpërblen për angazhimin dhe mundin e tyre dhe vazhdimisht neve na gëzon me si lloj zhvillimesh pozitive në kapacitetet dhe kuadrat fetare në vendin tonë. Do thotë
Dyjat inna demirnahum wa anna demirnahum e kanë kuptimin e vet si përgjigje e pyetjes domethënë se pse i shkatroi Allahu xhallahu ata. Allahu i madhëshëm e jep se na gjithsesi si ka me vepru Allahu me jo besimtarët, zullumqar, agresor. Përgjigja është se na sigurisht se ata kena për të shkatru. E ki nuni me të shtit, që është mas elifit, inna ose enna, e jep mesazhin e siguris, e domos dëshmëris të ndodhjes të ndëshkimit. Edhe ne kur e përkthen, dikush për përkthyes dhe për këtë ajet, ne do i shkatrejmë domethënë zullumqarët, është përkthimi i mangët. Po duhet me thonë patjetër ne sigurisht se do i shkatrojmë zullumqarët. Do të më thonë nunin me të shtit, me adhon kuptimin e sigurisë se ajo ka më ndodhur padyshim me ata zullumqarë që dhe e jep kuptimin e dytë e potencimit. Se sigurisht se ky lajm që e jep Allahu i Madhëshëm ka më ndodhur me popullin zullumqar. Gjithashtu, për mësime dhe porosive që dalin nga ky ajet kuranor, fa tilka buyutun khawiyatun bima zalamu inna fi dhalika la ayatin liqawmin ya'lamun. فالعلماء في تعريض بأن المشركين الذين سبقت إليهم هذه الموعظة لم يتعظوا. Gjithashtu ky ajet është mesazh për atë që ka ndodhur në atë kohë, po është mesazh edhe për neve. Se mushrikët, të cilëve Salihu alayhis salam vazhdimisht u jepte vërejtje, i këshillonte ata. Ata nuk e përfillën këshillën e Salihut. Jo një herë, po shumë herë. Edhe në momentin që ata e shpërfillën këshillën e Salihut alayhis salam, u erdhi ndëshkimi. Çfarë do të thonë? Do të thonë edhe unë edhe ti. Nëse ti vjen e më këshillon një herë, e unë e shpërfilli, e më këshillon 2 herë, unë e shpërfilli, e më këshillon 3 herë, 5 herë, 10 herë, ka me më godit në dënimi i Allahut. Andaj nëse vjen një hoxh, një davegji, më një katon, më një familje, më një xhami, më një mahall, edhe bën davet, edhe thret atë popull në udhëzim, duke përdorur të gjitha mekanizmet bindëse për me bind atë popull. Edhe është i sjellshëm, është i moralshëm, është i butë, është zemërgjan, sakrifikon, filion, e populli e shpërfill, populli e injoron, populli e qorton, populli e pengon, populli shpif mbi te, populli çka s'bën. Do nuk don me ni angazhimin e tij, davetin e tij. Edhe vjen dita që Allah i Madhëshëm ka me dënu atë popull. Nëse nuk e dënon me shkatrim, sikur se ka ndodhur me popullin e Salihut, me popullin e Themudit, me mbytje, ka me qu Allah në ndëshkime tjera. Andaj, çdo herë që një familje, një katun, një mahall, ka në mesin e vet burra, njerëz, burra dhe gra, njerëz, që kur vjen një hoxh, një davegji i mirë, i thot katunarve, i thot njerëzve të mahallës, i thot familjes, i thot fisit, që ka në hoxhi i mirë, që keni ka në davegji i mirë, ta respektojmë, ta nderojmë, ta duam, të japim hapësirë pune, të çelim dyrt. Nëse s'ka kësi njerëzit në shoqëri, edhe vazhdojnë njerëzit më utallmet edhe me kundërshtu, Allah i Madhëshëm ka me shkatruat vend. Format që ai din, nuk do më thonë shkatrimi apri shtëpiat edhe jetën, po ka më ndodhur fatkeqësi e madhe në atë popull që kanë më bë pishman ata, pastaj ka më qenë. Për shembull, për dërimeve që janë të ardhur kohën e fundit, është 2 gjëra, mendoj se janë shumë të rëndësishme për me i pas parasysh. E para është shkputja e lidhjeve farefisnore. Kur tham shkputja e lidhjeve farefisnore, kam qëllimin prej lidhjeve më të ngushta, fëmijë me prind. Pe këtu, e deri pastaj tek farefisi më gjatë. Hupët ai respekti edhe ai hierarkia e respektit edhe obligimeve të ndërsjellta
mes fëmijëve dhe prindërve dhe pastaj mes anëtarëve të një familje në përgjithësi. Kjo është e para. Dhe kjo është ndodh fatkeqësisht me masivitet, në mënyrë të masive, në mënyrë të madhe, fatkeqësisht. Edhe pasojat e kësaj na do i vujmë brezi jon, do i vujmë ku t'i bëjmë na ka 70 vjet, ku bëjmë na pleq. E ku na mshelen neve dyrt e shtëpiave, e të vim na te telefonisti t'i themi, "Qerve telefoni më ka prish", ka thonë, "Jo bes të ka prish telefoni, këtë në rregull është, po s'an thirr kërkosh mua." Telefon. Atëherë kemi kuptuar se kur ka na prish kjo punë. Ku ka prish moti kur ti e ke prish raportin me prindin tanë. E tash e shijon qatë investim negativ të hidhur me fëmin tanë ndaj teje. Domthon, kush i ka për neve 50 vjet, kur t'i boje 70, veç ka me fillu me vjel, nëse une si hoxha dhe na si xhamat nuk ndërmarim diçka për me e pengu e këtë për keqësim të gjendjes tonë në këtë segment. Dhe e dyta, që shifen, janë gjëra që shifen, janë dëshkime epizodi që po na vijnë. Është degenerimi moral që ndodh te burrat dhe te gratë. Ku degenerimi moral tani u bë vlerë. Edhe ku na për emisione televizive dalin njerëzit e pandershëm, e të pamoralshëm, me qëllim thash njerëzit, nuk thash femrat, as meshkujt, po krejt kush janë të pamoralshëm, meshkuj qofshin ose femra, dalin dhe lavdrohen me amoralitetin e tyre. Edhe ato kanë zonë vend, marrin domethënë minuta në ekranet televizive, në kanalet televizive, edhe bisedohet e debatohet edhe javë e muj në lidhje me ato deklarata, do të shumë të poshtra dhe shumë të ulta të atyre njerëzve të pamoralshëm dhe të pandershëm. E vdekja e pleqve në promotele që nënkuptohet çfarë gjendje vdesin ata. E ato që shifet qartë, domethënë se humbja e turpit moralit të djemtë dhe të vajzat e reja. Edhe ato që ofron domo komunikimi privat i rrjeteve sociale me gjenive të ndryshme. Janë gjëra që domethënë nuk ka njeri që nuk ka informata dhe nuk ka shembuj plot të këtij aspekti. E ky degenerim moral është dëshkim për Allahut të xhelal. Dhe njëjtë, pasojat që sot familjet që s'kan investuar në imunitetin moral, edhe s'kan investuar në shëndetin imanor, e ato prishen si familje, e ndodh kiameti tani në dunjë atyre familjeve që ndahan burri me gruan për shkak të imoralitetit. A e ka shiju një kiamet? Kur e ka investu, kur është realizu shkaku për me ndodhë kënë shkim, shumë më herët. Kur e ka hup imunitetin e moralit dhe kur e ka hup shëndetin e imanit ti. E tash kjo është rezultati. Po ajo që pritet me ndodhë tadme, nëse na nuk kemi të zëshëm dhe nuk reagojmë, jo vetëm me fjalë, po edhe praktikisht, nuk e shtojmë imunitetin moral tonin, edhe shëndetin imanor, edhe bëjmë digat mloja mes neve dhe devijimeve morale të gjithë njerëzve, pa përjashtim. Nesër ka mu ushtu dhe ka me nëndodh fatkeqësi ku tradhtia morale edhe reagimet e pamatuna ndaj tyre kanë me kriju një shqetësim edhe një trazir të jashtëzakonshme në vendet tona. Allahu na rujt. Ama para se me bo dua na me Allahu na rujt, na duhet me ingrit vazhdimisht në tema për bisedë që të secili prej neve fillimisht fillon nga vetja e vet. Të rrit imunitetin moral të tij, edhe shëndetin imanor të tij, që të ketë rezistencë ndaj provokimeve të shumta dhe të ndryshme të llojshme që i vijnë secilit njeri sot. Edhe në vendet e punës, edhe në qarkullimin në qytetet tona, po më e keqja për kësaj që është ajo që na vjen në xhepet tona kur na i rrim vet, do thot edhe na vjen mesazhi në telefonat tona, rrjetet sociale, edhe fillon komunikimi i cili ka mundësi me kon fillimi i një shkatërimit të një familje, të një jetë e kështu me radhë. Dhe këto janë dy dënime që veç mo shifen, që janë të bo masovike dhe janë të bo të egra,
Dhe shoqëria fatkeqësisht jo çdo herë është e vendosur në luftë kundër tyre. Po shpesh herë mundohet me gjetë një lloj kompromisi me to fenomenet gabuara, devijuara që s'duhet me liu me pas kënjë fal kompromisi, por me kon të vendosur në luftë ndaj tyre. Andaj, nëse nuk e marri parasysh këshillën, nëse nuk i përfillim këshilldhanësit, nëse nuk ka nga mesi jo njerëz që thonë, ej, ti majmë këto hoxhallar, ti majmë këta intelektual, ti majmë këta njerëzit të ndershëm, të moralshëm që mundohen neve me na shtu besimin në Zot, e me na shtu neve bindje në vlerat morale edhe me na rujt neve familjen, atëherë ai thirrës ka me shku me lip një vend tjetër, ku ka me gjetë tokë pjellore ma të mirë edhe ka me baktis, atër normalisht ka devijime kanë më ushtu derisa të vjen koha për me ardhë dënimi Allahu xhallah. Edhe e fundit për këtë ajet, edhe pse kemi na dhe disa mësime për ajet tjera, tha këtu subhanallah, fa inna fi dhalika la ayatan liqaumin ya'lamun. Kretë që këtë shkatrimin e atyre vendbanimeve dhe mbetjen bosh të shtëpijave, për shkak zullumit që kanë bërë, ka argumente për popujt që din. Për popujt që din. Shive që ka thënë ulemat të tefsirit. Ky ajet për popujt që din, në gjuhën arabe, liqaumin ya'lamun, ka pas mundësi me ardhë lilladhina ya'lamun, me shkurtu, mos me thonë për popujt që din, por me thonë për ata që din. Kjo është një verzion, ose me thonë lil alamin, për të diturit. Ama nuk tha as për ata që din, as për të ditur, tha për popullin që kanë dituri. Çka është dallimi, e përmend pak më herët se çdo formë, cilën domethënë renditen fjalë brenda ajeteve kuranore, janë të qëllimtas, janë të rastishme. Ulemat kanë thonë, pse ka thonë liqaumin ya'lamun, e s'ka thonë lil alamin, për të diturit ose për ata që kanë dituri. Tha sepse merr mësim nga këto ndodhi që ndodhin popujve zullumqar, ai që dituria e tij është e thellë, nuk është sipërfaqësore. Ai që dituria e tij është bë karakteristik e tij, i ka hinë gjak që themi, i ka hinë damar. Nuk është veç kokën e tij, apo nuk është vetëm gjoksin e tij si informat e mbajtur mend kujtes, po është e elaborume, është e përpunume mbrenda tij, sa që ajo dituri u ka bo pjesë e gjallërisë të tij, i hesna për damar, e ka në gjak që themi na, e kupton shumë mirë, edhe çdo sen që e shef para vetes, nuk lejon me i kalu pe analizu thellë dhe mirë në përputhje me dijen që e ka. Andaj, që thënë hatta ka'annahu min sifatihi al-qawmiyya allati tamayyaza an qawmin akharin, sa që dituria ishte shumë e përhapur në atë popull, në atë vend, sa që ishte prej karakteristikave më të veçanta që e veçonte këtë popull për popujve të tjerë. Andaj, çka do të thonë ky ajet? Se na si shoqëri, nëse duam të shpëtojmë prej ndëshkimit të Zotit, dhe nëse dojmë na të zhvillohemi me një individu të mençëm, ditshëm, nuk ka mundësi me ndodhë ndryshimi. Po dituria dhe dhënia pas arsimit duhet të jetë kulturë gjenerale e gjithë shoqërisë. Andaj tha liqaumin ya'lamun për atë popull të cilët din. Këtë popull duhet me konë në nivel. Edhe merr në këtë ajet, shifë, kjo është një detaj, një pjesë e ajetit. Edhe krahasoni na me familjen teme, unë me familjen teme, ti me familjen tonë. Sa veta na dim familjen tonë, sa veta shkollum kemi na familjen tonë. Edhe merr vesh ku është saati. Nëse unë në familjen teme kam vesh një shkollum, domthonë, nëse jemi na për shembull 6 anëtar dhe një është i shkollum, sa përqind po i vjen? Shkollum, 15% e vjen? 15-16%. Çka kjo është? Ti domthonë 16% ki shans shpëtimit, e 84% janë shansat e shkatrimit. Edhe shoqërinë tonë e njëjta, dil për shtëpisë tonë, familjen tonë, sa vete e ki shkollum? Për 50 veta i ki 5 veta, 10%, 90% e ki
Domethënë mundësinë e shkatërimit, din shoqëri. Do thotë sa përqen kemi na të shkollum, kur tham shkollum nuk kam qëllimin shkollum me diploma, qëllimi është intelektuali i vërtetë i cili tamam din. Edhe merr në këtë përshkrim kuranor për popullin që din, edhe krahasoje me mungesën e entuziazmit në vullnetit që na mi detyru, jo me nxit, me detyru fëmijët e tonë mas shkollës fillore me shkollën shkollë mesme patjetër. Edhe me nejtë për çdo mbrëmje mbi kokë detyrat e shtëpisë, librat, leximin, punimin, përgatitjen, provimin, testin, për ditë, sabat, drejk, akşam. Sikur se ti I bjerë për ditë ushqim të shtëpia për pazarit, edhe çdo javë I blen gjëra, roba apo gjëra të reja të fëmijës tanë, njëjtë për çdo ditë duhesh ti me u kujdes për nivelin intelektual të tij. Ja mu shbarkin me çdo gjallë ushqime, nuk di unë që ka mos sot prind që ndonjë kërkesë fëmijëve të vet ja refuzon, nuk di që ka ndonjë prind. Nëse ka është veç për me vërtetu rregullin për jashtë. Çka të lipin fëmijët e tonë, këtë prindërit ja plotësojnë dëshirat. Ama edhe kjo është fatkeqësisht e vërtetë. Nuk kum pa laun një prind I cili rrin gati fëmijës vet. Kur sa nuk kum pa domethënë shumë se kam pas mundësi me pa një ose dy. Që I rrin gati fëmijës vet në aspektin e leximit edhe mësimit. Edhe ja ka gale çfarë ore ka nesër, ai ka bërë detyrat për nesër, ai ka mësu mësimin për nesër, a është përgatit për provim, si shkon mësimi, a ka vullnet, a ka kapacitet, edhe si e kalon kohën. Kjo lip kujdes të vazhdueshëm për çdo sekond, për çdo minutë, për çdo orë, për çdo ditë. E nëse na nuk kështu nuk e kemi gale arsimin tonë, atë normalisht nuk ka mundësi me ndonë ndryshimet. E tash dikush ka mundësi, po pse fol ti hoç? Unë flas se kjo është detyra ime. Edhe unë normalisht e kam obligim përveç të folmes edhe me bë punë. Duke filluar që nga familja ime. Po pastaj edhe me nxit të tjerë vazhdimisht me udhon mas diturisë dhe mësimit që të bëhet dituria kulturë dominante. Kur në muhabetet tona, mëse me fol çfarë telefoni ki, çfarë aplikacioni I ri ka dalë, çfarë loje luan në telefon, na me fol cili ke libri I fundit që ka dalë. A ke shkuar në panairin e fundit të librit që është hap shkup? Sa libra I ke ble? Cilën autor e ki e para pëlqen me lexuar? Shumë marrë një gazetar ne na votash një anketë. Cili është autori I fundit që ke lexuar emrin e tij? Shka e të vetë. Është normalisht kime përmend një emër që e keni në televizor shpesh, kime thonë ne kam lexuar filma, kur ta vetit pyetja dytë, cilën libër të fundit ke lexuar aty? Ki muza glavit. Se na kena merak edhe me dal pi krize pi lloçe, në torrent, po ti çfarë pse më rën muti se zgjidh problemi. Problemi vazhdon me kon. Cili është libri I fundit që ke lexuar? Cili është autori I parapëlqimit joti? Edhe këtu e marrin vesh na ku jemi. Andaj shifne sa bukur dietarët e tefsirit e kanë tërholl këtë mesele dhe kanë nxjerr një mësim shumë të madh. Domthonë derisa kultura, domthonë e leximit, e dijes të jetë dominante më një popull, dhe popull s'është I mbrojtur nga shkatrimi. Me 2-3 veta, 5 veta zbohet ndryshimi. Në gjithë, e parë, unë shpesh herë në përdit zatek me bëjmë muhabet, unë vjen kanë herë mare edhe ndihem shumë keq, kur gjithë na për këtë tema të folim, s'ka temë që qelet, për shembull, javën e kaluar kur ndodhi lufta Pakistani-Indi, mashallah, secili ishte më ekspres se tjetri. Me çka me lajme që I ngon, pra mendo. Unë tham vetë tham që këto njerëzit tonë, që shokët e tonë, xhamat janë që hinë që këtë temat e gjeopolitikës, veç me lajme sa shumë di, po para mendo me lexu. Para mendo me lexu. Domthonë nëse me pak ditori na folim shumë, me lexu pak më shumë ndoshta kishim fol më pak po më sakt. E kjo është e vërtetë. Njëri sa më shumë që din më pak flet. Pse na folim për këtë temë? Sepse na nuk kemi frikë se gabojmë, se na nuk dim ku gabojmë. A e kuptoni ku është poenta? Na folim shumë kur s'dim, edhe unë e vërej shpesh edhe me shumë vllazni, më folim për tema të huaja, edhe marrin guzin tham, çka ke lexuar për këtë temë vetë? Ti më paskon çat që dishëm, çat që knushëm për sot se në fakultet.
Pse më shet me mend qajtore? Sot e një fakultet. Po 60 vjet i po 80 vjet ka plagë ka sos fakultet. Jo të fakultet, po doktoratur ka sos. Shko mëso, lexo, rrit e vlerën tone, rrit e vlerën e fëmijëve tu, mos lejo fëmijët me kon pa shkollë. As mesme, as fakultet. Ti jetë e vullosh shkatrimin tanë të familjes tonë edhe të vendit tanë. Jetë e vullosh. Nëse nuk insiston më u shkollu fëmija jetë. Edhe dojmë ndryshim. Ndryshimi s'vjen vllazëni të u bë muhabet. S'vjen ndryshimi pa dije, edhe normalisht nuk vjen ndryshimi pa veprim. Atë unë dësha edhe me këtë me përfundu, nëse mushrikt i kishin këshillat përpara i shpërfillnin, Allah i ndëshkoj edhe neve, nëse ne ka kush na këshillon e shpërfillim, nëse na vjen dënimi në forma të ndryshme, atëherë s'kemi ka e shajmë përveç se vetë son. Në këto do të ndalemi që inshallah taala nesër në ashtë në vazhdojmë me ajetet që kanë met për të sqaruar, duke lutur Allahun të na jepë të dobishme dhe vepra të mira, të na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për mësuar këto porosi. Allahu i madhëshëm na bashkoft me pejgamberët e Allahut xhelal në xhenetin Firdaus, sidomos me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.